Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e dyshuar për atrezin duodenale. Bëhet fjalë për një malformim të rrallë dhe jo sindromik të zorrës, i karakterizuar nga një bllokim i plotë i një segmenti të shkurtër të lumenit duodenal. Ka një prevalencë në Evropë prej 1 në 11.000, pa dallime të rëndësishme mes meshkujve dhe femrave. Etiologjia e saktë nuk është ende plotësisht e njohur, por mendohet se ajo lidhet me anomali vaskulare dhe të migrimit të qelizave nervore, si dhe me mosrikanalizimin e lumenit duodenal. Një element mjaft i rëndësishëm për këtë patologji është identifikimi i saftit dy fluskave, që vjen si rezultati drejt për drejt i mbingarkesës së stomakut dhe pjesës proksimale të duodenit. Për të dyshuar këtë patologji, është e rëndësishme që dy fluskat që korespondojnë me stomakun dhe pjesën proksimale të duodenit të komunikojnë me njëra tjetrën. Kjo është e rëndësishme edhe për të përjashtuar disa diagnoza diferenciale, si për shembull një kist mezenterik ose një kist koledokik. Zakonisht dyshimi për atrezin duodenale lind midis javës 24 dhe të 26 të shtatzënisë, ndërsa rasti në fjalë ka të bëjë me një grua shtatzën që vjen tek ne në javën e 21 të shtatzënisë. Prandaj pikërisht është bërë një diagnozë e hershme. Diagnoza që kujtojmë se është gjithmonë dhe vetëm një dyshim, pasi vetëm pas lindjes e kirurgu pediatrik do të mund të konfirmojë diagnozën e atrezisë duodenale. Ndryshe nga diagnoza tjera që duhet përjashtohen, si për shembull pankreasi anulare. Një gjë tjetër e rëndësishme, përveç se të vërtetohet që ka një komunikim mes dy fluskave, është përjashtohet që të ketë shoqërim me disa sindroma. Në fakt, atrezia duodenale shoqërohet në 1/3 e rasteve, pra rreth 30%, me trizomin 21. Në 20 deri 25% të rasteve shoqërohet me defekte kardiake, pra me kardiopati, ashtu siç ka edhe 10 deri 20% të rasteve ku hasen edhe defekte të tjera, përveç atyre kardiake, edhe renale dhe vertebrale. Megjithse shtatzëna kishte kryer tashmë testin e ADN-s fetale, që tregonte një rrezik të ulët për sindromën Down, ne gjithsesi kemi kërkuar dhe përjashtuar shenja treguese të kësaj patologjie. Spari është përjashtuar koka brahikefalike, e cila në këtë rast mungon, me një indeks cefalik brenda normës. Më pas u ndalëm te profili fetal, duke përjashtuar praninë e hipoplazisë së hundës dhe një profili të sheshtë, duke vazhduar mëtej me plicën nukale, e cila tek fetusi i në shqyrtim rezultoi brenda normës. Meqense, siç u përmend më parë, në rreth 10 deri 25% të rasteve, atrezia duodenale mund të shoqërohet me kardiopati konjenitale. Është kryer një studim i kujdesshëm i zemrës së fetusit, i cili në këtë rast rezultoi brenda normës. Megjithatë, është gjithsesi e rëndësishme të informohet çifti për nevojën e programimit të një ekokardiografie fetale midis javës së 27 dhe 28 të shtatzënisë. Një shenjë fundi që kemi vlerësuar, sepse është treguese për sindromën Down, është gjatësia e kockave të gjata, në veçanti femurit dhe humerit. Në pranitë sindromës, në fakt, ato mund të rezultojnë më të shkurtra. Tek fetusi në shqyrtim, përkundrazi, ato rezultojnë të përshtatshme dhe madje pak më të gjata se sa pritej për këtë periudhë. Ajo që u vu re në rastin në fjalë ishte prania e një polidramnioni të lehtë me një indeks AFI prej 22 cm. Gjendja e polidramnionit është në fakt një shenjë mjaft tipike për dyshimin e atrezisë duodenale. Dhe kjo dukuri ndodh zakonisht në rreth 50% të gjitha rasteve pas përfundimit të javës së 24 të periudhës së shtatzënisë. Ndërsa, në rastin ton specifik, kjo është e pranishme që në javën e 21. Është e nevojshme të informohet çifti përmes një këshillimi të përshtatshëm multidisiplinar rreth asaj që është e përshtatshme të kryhet.
pra një konsul gjenetike gjatë së cilës gjenetisti duhet të shpjegoj rreziqet dhe përfitimet e mundshme të kryerjes së një amniocenteze me kariotip fetal. Një konsult kirurgjikale duke marrë parasysh që është një gjendje e cila, nëse trajtohet në kohë me ndërhyrje kirurgjikale, ka një prognozë të shkëlqyer. Së fundi, edhe një konsult neonatologjike, sepse, duke pasur parasysh rrezikun e lindjes së parakohshme të lidhur me polidramnionin, është e preferueshme t'i këshillohet çiftit të planifikojë lindjen në një strukturë të pajisur me terapi intensive neonatale.